se Por ideja që ajo thelbi i lajmit është që këtu në PS ka doli sipërfaqe dhe diçka tjetër, domethënë, që ta kuptojmë. Në një faktin, duke pasur parasysh faktin që opozita është e dobët, pra kemi një opozitë e cila nuk është strukturuar, nuk është një trup i strukturuar që mund ta vendosi këtë mazhorancë socialiste nivele absolute në vështirësi, lufta ka filluar nga brenda familjes tashmë. Këta po i bëjnë gropën njëri tjetrit dhe po të shohësh ka nisur lufta Eldar. Po ka nisur me kohë lufta. Lufta ka nisur me kohë, se gjysma dërëndësimi këta e kanë bërë njëri tjetrin spak. Po pa diskutim, sepse edhe dokumenti për t'ja kanë dalur ata. Edhe burja i X, madje këto përdorin edhe deputet të opozitës për të goditur njëri tjetrin. Japin informacion deputetëve të opozitës. Ata shkojnë edhe i plasin, i godasin njëri tjetrin. Pra këtu është bërë një mishmash kuptimin, sepse ka rënë parimi, ka rënë ideologjia, nuk flitet më për njerëz që janë ideologjik, njerëz partijak. Këtu thjesht janë disa njerëz të cilët bëjnë garë për të marrë pushtetin dhe kush do të jetë më afër marrjes së fronit. Dhe kjo është mjaftet lehtësisht e dallueshme dhe nuk ka pse ne të bëjmë sikur, por edhe filozofinë e politike ekziston kjo ide ku në mungesë të një pasqyre, ku tjerët shohin veten, korrigjohen, e shohin me frikë, janë nën kujdes, duke mos pasur fare problem ato çfarë ndodh opozitën dhe median, sepse këto kanë blerë, opozita është e shkatruar e goditur për arsyet si u godit, dhe aktori kryesor i goditjes opozitës ishte ky kryeministër, i cili në vend që të pranonte një pozitë fort, në thelb, duke goditur ata dhe duke pretenduar se do rrije gjatë në pushtet, duke pasur opozitën e dobët, ai bëri gropën vetes. Sepse gjithë miqtë e tij po bin burg. Pra, sa më shumë të rish në pushtet, aq më i vetmuar do gdhiesh. Dhe do jesh gjithmonë i vetmuar. Si shpëton ky kur të shkojnë në burg? Se dhe kjo ngrihet një pikë pyetje. Si shpëton ky kur gjithë këta bashkëpunëtorët e vet me të drejtë. Tani unë kam arritur në një përfundim, ndoshta nuk më vjen mirë që e them sepse e kam bërtur me shumë forcë, por shoh një ndikim shumë të madh këtij në drejtsinë e re. Në drejtsinë e re. Pa diskutim se ka një filozofi realisht në shtetin e së drejtës. Nuk mund goditen ata që kanë 12 vjet që nuk janë pushtet. Sigurisht do të godasësh, krimi goditet kudo kur ka. Po këta s'janë goditur pa 12. Po problemi është duke ti thu gjurma ujku po bën kërdin këtej. Ana ka një test tjetër. Ana i thotë që andej s'janë godit fare dhe po goditen vetëm këtej. Ujku se ja goditur se tani u godit ish kryeminist, ish president e kanë kokër burgut. Është elementi opozitës. Nuk kanë në godit. U godit dhe kryeministri e lan 300 sa ditë e lan në balkon, kupton? Në arrest shtëpia është i vështirë arresti i shtëpisë për një moshë mos nuk është i lehtë. Ka lan ngeli vet. Pa diskutim, por dosja shkoi. Dosja shkoi në SPAK, u shkoi në SPAK. Po jeni tim, po ishën gjendje të lira i detyrim paraqitje. Detyrim paraqitje e bëri vet ndolli ajo, plotësisht dakord. Se isha edhe djemi tem. Unë thash atë tjetër, se që ta shpjegoj se mos i themi shkurt gjërat. Unë jam me mendimin që SPAK momentalisht ja kam shpjeguar ti, do e shpjegoj të gjithë derisa të lodhem. SPAK momentalisht në 2/3 e funksionit të tij kohor për të tetuar dhe për të prodhuar produkt të Eldar ka goditur momentalisht vetëm socialistët. I vetmi personazh i opozitës, por jo i Partisë Demokratike që ndodhet prapa hekurave është zoti Ilir Meta. Dhe sot kemi 70 zyrtar socialist në burg të gjithë kategorive dhe asnjë nga Partia Demokratike, 0 në burg dhe vetëm 1 nga Partia e LSI-s në burg. Tani për mua nuk ka problem kjo pjesa, fare, 0. Unë po them tjetër gjë, unë i shpjegova si koncept se ne të komunikimi në këtë punë me spinin. Si koncept në 2/3 e kohës SPAK e ka harxuar produktivitetin e tij për të treguar shqiptarëve se qeveria më e korruptuar ndonjëherë në Shqipëri pas ka qenë qeveria e Ramës. Ase Zogut, ase Enverit, ase Ramizit, ase Fatosit, ase Dreqit, ase Shitanit, ase Berishës, as kur ishte Meta, kur erdhi ky zotria, na tregoi që ky pas ka qenë më i keq i të këqijve. Në këtë koncept mua çam bën? Mu bën katarsisin e Partisë së Lirisë ish LSI-s Gjaket Thyr
Po Katar si s'mu, se s'mu kemi i parti hajdutësh, pra gjithmonë kemi thënë Alibaba 40 hajdut, na doli që ka vetëm Alibaba i pa hajdut për rreth. Pa 40. Pas një, jo 40, po pas një hajdut, pra ky ka vepruar i vetëm. Njëkohësisht dhe kryeministri i Shqipërisë që thonë ju që pas kanë rënë qafë, dhe ky ka qenë kryeminist, po ka vepruar i vetëm. Ky ka shkuar njerëzve nëpër zyre, ka drejtuar Altini, ka thënë do e bëni këtë, se do e bëni për dhëndrin tim. Jo, ata që e kanë bërë, se kanë bërë kushtet e detyrimit për kryeministët, ata janë një fajtor. Po ta heqin këtë zëre se nuk ka ndodhur kjo. Unë po them sot shqiptarët janë përpara faktit, sipas produktit SPAK-ut, që Rama që ka dhe qeveria e tij që ka nga më të korruptuarët në Europë. Absolutisht e vërtet. Por ama njerëzit deri më sot Eldar edhe Ermal kanë votuar kundra Berishës. Se janë të ndarë njerëzit në Shqipëri. Janë të ndarë më burr. Ç'a ti themi kësaj? E zëm se sot na vodhi Rama. Ore na vjedh Rama, na bën kërdin, nuk na lën gjë pa na bën. Po nuk vjedh Rama 100%. Vjet 30, nuk ka rëndësi më. 40 që e Ramës që ka ngelur, që mendon që funksionarët Partisë Demokratike ku kanë drejtuar të vend dhe ato të lësisë që kanë drejtuar të vend janë hajdut. Për këta ku është drejtësia? Ka njëri përgjigje për këta? Na vjen me Rama 30, 70% sot. Ku është drejtësia për këta 40%? Ku këtyre çfarë të themi? Ose ka gabim këta, ose ka gabim produkti SPAK-ut, se unë nuk mund të logjikoj që SPAK-u pas ka të drejtë, po këta 40% që votojnë her pas here, që e duan Ramën me gjithë këshillat e veta, të pas kanë sy që vetëm ky kryeminist që votojnë. Atëherë tani o do ta ndajmë që ne kemi pasur gjithmonë gabim. Sa herë kemi dalë në media ne kemi thënë se sa e korruptuar është. E hoqa Berishën se ndoshta ja fuz dhe kot. Po nuk ka ngel zog nonën këtë vend pa e bë partinë e lirist. Se s'du t'ja ndryshoj, t'ja them gjitha emrat që ka, se janë tamam si këta të bandave kriminale, që kanë nga 3 emra. Alias ky, Bardhyli, e ka vonë një emër tjetër. Kështu dhe këta, LSI, LRI, PL, a kupton ti tani? Kjo partia që nuk ka ngel zog nonën në për studio të thotë që janë të korruptuar, e se ky hajdute, ky tjetri hajdute, kemë bërë denoncime, kallëzime, dokumentat publikuara, për këta pse nuk është folur kurrë? A mund të më thot kush pse nuk është folur për këta? Dhe ku është drejtësia? Ku është drejtësia se po mbaron mandati SPAK? Po këtu ti analizon, dakord, ka logjik kjo që po thu. Po. Por në praktik si është? Po le një detaj, jo le një detaj, një ide tjetër. Tu je plotësisht dakord nëse do ishim një sistem demokratik. Ato çfarë unë tham që duhet të mbrojtur me çdo kusht. Këtu nuk jemi këtu, këtu jemi në sistemin e autokracisë. Këtu nuk ka rëndësi kush është çfarë përfaqëson 40%. Këtu ka rëndësi që njëshi të jetë në fron, Po ti thash më. njëshi të jetë në fron, dhe të tjerët poshtë njëshit nuk kanë vlerë. Po. E përcakton njëshia atë se kush duhet goditur. Dhe po të shohësh, në drejtësi janë njerëzit që i krijojnë probleme njëshit. Jo njerëzit që duhet të jenë në burg. Po ç'a problemi? Kjo është problemi pra. Tu është problemi që ta mund që kjo drejtësi po çalon. Nuk më intereson fakti. Nuk më intereson fakti. A është i korruptuar X a nuk është i korruptuar X. Mua më intereson fakti se korrupsioni këtu po fillon, po shkatron jetën qytetarët një vendi dhe një njeri i cili ka përgjegjësinë. Ka përgjegjësinë për këtë gjë, do ta bëj, po e bën për masa. Jo, nuk ka arrit deri këtu. Korrupsioni deri këtu që shkatrohet vendi në mënyrë duke e parë me sy të lirë. Pyeti Josefina Topalli ishte ditë në opinion. Pyeti më thamu sa ka qenë kostot e së dhe ajo ignorante ndoshta ose s'mban mend ka lajthit. Sa ka qenë kostot tha të rrugës Kombit kur është bërë rruga Kombit e ditës sa kanë shkuar kostot sot edhe pyeta ChatGPT.